Mu duk më tepër si normalizim, se unë kam vetëm një problem me politikën shqiptare, kur fenomenet të caktuara të korrupsionit dhe të krimit organizuar, apo siç është në rastin konkret pastrimi i parave, normalizohen, pra bën dhe filma, këto e kupton? Unë këtë pra nuk e pranoj dot në koncept. Është e vështirë kjo Karança. Kjo më vret në kuptimin që pse do normalizuar. E dim që pastrohet. Po pra po e dim, po çfarë do të bëjmë? Atë që është ky muhabet. Ti po pajtohesh me këtë realitet, pra ti di faktin dhe nuk ndërhyn për ndërprerje në gjendjen e paligjshme, sepse pastrimi i parave është vepër penale, neni 287 i kodit penal. Atëherë si do merren masat? Çfarë di? Madje do ishte mirë që ishte vënë në dispozicion të si çdo person që di, si e din, çfarë thanë e di për shkak të detyrës apo ke informacion. Sepse vetë ai tha unë çdo gjë që ndodh në 105 e marr vesh kam informacion. Çfarë informacioni ka? Dhe pastrimi i parave janë duke u nisur nga raportet e ndërkombëtarëve. Ka dhe dini për pallatet që bën në njësi, se kanë dhënë si të madhe. Ose edhe aty tek njësia 5 janë bërë pallatet të dyshimta, janë bërë investime. Ka antar të Vetingut që kanë shtëpi aty nga 1,5 milion euro. 1,5 milion euro ka një kap pallate, 1,5 milion euro të rrugë kosovarëve. Se rrugë kosovarëve duket sikur është larg. Rrugë kosovarëve ligë liçenit artificial. Pra del në balkon, knej shef Dajdin, knej shef liçenin, knej shef zonat e Tiranës, shef gjithë. Pra domethënë kemi edhe antar të Vetingut, ndoshta do ishte edhe për zbardhjen e delësisë. Ka zdyt Karança? Të apelit janë aty. Ka kolegji Poçaçi. Edhe ky është qëllimi që këta s'duan të futen në Veting, duan të kalojnë pa Veting, sepse i dalin të palarat. Dhe Braçe mund të kontribuojë edhe për këtë punë. Pra që do emërohen tash, shkoj tek KLG-ja, që do shiko. Ka filan shtëpisë. Po tani një pyetje kështu, një pyetje ndoshta se po flasim për 105. Po flasim për 105 aty. Një pyetje ndoshta aty janë mbledh gjithë. Ignorant në kuptimin e gjës. A mund të spaku për çështje hetimore që mund të ketë me këtë deklarim të Braçës, për shembull, thotë tu pastrojmë paratë në mëngjes drektar, këtë mund ta thërrasin kuptimin e cilësinë e deputetit, cilësinë e papërgjegjshme, fakti kur ti nuk shkon në troket. Jo, aty e di, domethënë kushtetuta e u caktojnë që nuk marrin përgjegjësi, po. Ai nuk marr përgjegjësi për ato që thot aty. Nuk marr përgjegjësi shumë bukur. E thret tjerë, ndoshta do flasë. S'do më fol. Vazhdo. Karança thotë me takën kryesisht që ka dëgjuar diçka. Ka dëgjuar, s'flet tash ka informacion, sepse është i qeverisë, ishte i opozitës, se opozita po fletë nuk e dëgjon kush. Pra po del në krahun tjetër, pra në krahun tjetër të baterisë. Pra s'po bëhet fjalë, pra me që ky po flet ku ka, çfarë ka. Si pastrohen këto Karança? Domethënë ku i pastron një grup kriminal? Tash kemi ca para ne këtu, ne të tre jemi grup kriminal, ne dhe kemi ku diun kemi 10 milion euro. Tash duam ti pastrojmë ne këto. Ç'do bëjmë? Duam të pastra. Pastrimi i parë, gjë e parë siguria e. Se ti garancia. Nga kush? Sepse ti po nga personat me pushtet. Po. Se ti s'do kërkosh garanci nga i roje karburante. Po. Pra normal që do kërkohet garanci nga persona që unë do të investoj këto para këtu dhe do i marr. Pra do shiten shtëpinë dhe do i kem bankë. Se ky është pastrimi, shitja apartamente, vlera e madhe e tjerë. Dhe duhet garanci që këto investim kthehen, se mos kthehemi këtyre dhe ngjelja si pasojë tjera, si konflikte tashpra. Për plasë të grupeve. Për plasë të grupeve. Por duhet ndajmë diçka. Parate që vijnë nga lënda narkotike dhe paratë që vijnë nga korrupsioni. Se kam pyetje, domethënë, kisha pyetje. Janë të harmonizuara. Janë të harmonizuar. Për mua si qëndrojnë në peshore këto? Kush prevalon mbi këtë, domethënë? Cilat janë paratë më të mëdha në tani mendimi im personal është them direkt. Paratë që vidhen nga buxheti i shtetit që shpërdoron paratë të qytetarëve janë paratë të cilët na dhen më shumë. Jo se paratë e drogës ne i justifikojmë, absolutisht jo. Një veprimtari e paligjshme që bëhet vepër penale, trafiku i drogës është një veprimtari e ndaluar nga ligji, të marrësh përgjegjësi. Por paratë e korrupsionit, njerëzit të korruptuar, të cilët kur kanë filluar punë, kanë qenë, domethënë nuk u njihshin, domethënë dhe më pas gjatë punës së tyre bëjnë ndërhyrje kirurgjikale, zgjasin ose shkurtojnë organet caktuara, bëhen me 10 shtëpi e tjerë. Pra duke ti krahasosh njerëzit, pra ti kur e nisën, nuk është ti je student, ti je qytet studenti, nuk është asnjë gjë e keqe. Por gjatë jetës një person punon, bën një shtëpi, jemi dakord. Por ti kemi një kurb të ngritje në mënyrë të menjëhershme si ti je avion luftarak ta marrësh në pikjat, kjo ja bën mu. Pra duke qytet fytyrat, shifin ndërhyrjet që kanë vënë fytyrë, që nga fytyrat duhet nisi hetimi pasuror.
Ku i kanë gjetë to para që kanë bërë kaq botox, që kanë shkurtu hundën për shkak ose të ke edhe që e kanë zgjatur se kanë hund vogël, ose kanë ndryshu, kanë sharru nofrat e tjerë. Që këtu duhet nisi. Masanaj dalit te provat. Dhe dalim tek roli i LKBDI-s. LKBDI-ja i shef zyrtarat e lartë që kanë bërë këto ndërhyrje që cilët janë të dukshme, i kanë deklaruar ata apo jo? Ja, sepse çfarë këta janë marrë vetëm me Monika Kryemadhen, me ndërhyrje shëndetësore që ka pasur, domethënë jo ndërhyrje estetike ka thënë, por janë për shkak të shëndetit. Po ti merru me të gjithë se duket fytyra qartë andi që është e ndryshuar. Pra duket qartë, pra ke pas kokën e modët të sharru koka. Domethënë, ose po them edhe eksperti ta shikoj e shef që ka. Pra duhet ndërhyj i LKBDI-ja se janë operacione mbi me mira euro, të cilët sepse gjë nuk e justifikoj të ardhurat. Ka i qenë fare pasir. Kur robi s'ka bukës, nuk i der rroga, nuk ka kohë të bëj kokën ose të sharroj veshën. Ai do të mbaj para që taj buk, ose që të çoj fëmijët në shkollë. Fakti që ke kohë të bësh ndërhyrje estetike, fakti që ke shtëpinë të rrugë kosovarëve, fakti që ke 2-3 makina, të ardhura në bankë, tash kjo tregon që duhet i LKBDI-ja ka dështuar. Madje po them Shkëlqim Bgani, një nga antarët, një nga drejtuesit e LKBDI-s që kam diskutuar edhe herë tjetër, mban përgjegjësi. Si ka mundësi i kapi spaku? Ku ke qenë ti gjithë këto vite? Pra je bo pal, ke legjitimu pastrimin e parave. Dhe këta duhet marrin përgjegjësi për shpërdorim të tyre dhe mos kallëzim krimi. Fal pak. Edhe spaku ka si praktik pjesë e grupit kriminal. Sa janë pjesë to që po mbulojnë krimin. Është bosi praktik jo tash. Ndoshta është ironi therse kjo që thot Karangja dhe për ndërhyrjet estetike, por që realiteti ky është, duhen parë të gjitha aspektet. Po flisim tek pesha, është korrupsioni apo krimi organizuar i cili po pastron më shumë para në Shqipëri? Për te kësaj panoramat e territorës artistike për ndërhyrjet e produktet e krijuesit, siç thamë te Karangja, unë shpresoj se këtu kemi një ekuilibër që në thelb për nga kollajllëku i marrjes së paras dhe i hedhjes së tyre në depozitën e pastrimit, korrupsioni dhe abuzimi kanë prodhuar më shumë miliarda. Le të marrim koncesion, 1 kilometër rrugë që në Europë, në standard bashkimin evropian, shkon 4 deri në 5 milionë euro, këtu shkon 22 milionë euro. Pra 15 deri në 17 milionë euro prodhohen nga 1 kilometër. Kemi terren më të vështirë ja po e dam vjetë, po marrim gjysmë, po lehtësojmë le të themi shtatzanin. Prapë thua janë shumë. E ndërtimit. Atëherë, dhe këtu, edhe ke shërbimet që nga të teknologjisë, të turizmit, pastaj fillojnë edhe kriptomonedat që janë aktorë të tjerë. Pra paraja që merret nga buxheti, nga fondet publike, tani ne kemi çështje që e pandehura balluku që ka tenderuar, le të themi, institucioni drejtuar prej saj 12 miliardë euro. 12 miliardë euro. Ka që është administrimi parave? Procedura e hetuar deri tani 11 prokurimet për cilat struktura e posaçme ka lajmëruar se duke hetuar 1.1 miliard euro. Dhe me marzhin e hajdutllëkut të prezantuar edhe zyrtarisht, tani nga këta, se këta 10% kanë pasur para 30 vjetësh, tani janë 30%. Dhe ky qarkullim i madh financiar, tu ka 10 miliard, ka 15, ka 20, ka sa duar, se një buxhet është, ne kemi GDP për diku të 25 miliard euro, le të themi si vend. Dhe kjo sasi e madhe parash që e pam 5 dënë që ishte. Merë parat nga bashkia, i jepja punëtorët bashkisë, për në hotel. Pra, nuk paguar, për të një paguar dhe taksën. Do shkon tek një pyetje tjetër. Pra ishte pothuajse gjitha e vjedhur. Edhe në këto para publike, ku janë futur duar të këtyre hajdutëve. Dhe çfarë duhet? Ju duhen dhe ortak të tjerë kriminal, të trafikut të drogës, të vrasjeve, të krimit organizuar, sepse ju duhen lojtar për të bashkëpunuar, edhe për të shtuar sasinë e parave, edhe për të formalizuar, të kenë burg trafikantë droge që kanë marrë tendra publik. Nuk kishin dieni, ata hetoshin për 5 vitesh, 7 vitesh, ndoshta edhe 10 disa të tjerë. Një pyetje kam. Dhe kur këta ishin në hetim për trafik dhe krim të organizuar, dhe marrin tendra në dieni të informacionit nga SPAK-u, nga jurisdiksioni i përgjithshëm, po drejtoria e parandalimit të parave, çfarë bëhet aty? Pjek misra ajo? Mbyllë fare, çfarë? Nuk e di kush janë, se nuk kam hasur raporte e strukturës posaçme apo të prokurorisë së përgjithshme, të jurisdiksionit të përgjithshëm, nuk kam lexuar, le të themi, shembuj, referime të këtyre institucioneve, drejtoria e parandalimit
pasni para apo ai LKBDI-a që duhet ishte mbyll me kohë. Jepet me qira. Përfiton shteti më shumë ta çdo me qira se sa puna që ka bërë ajo. Edhe rrogat që morin kota të gjithë, që janë gjithë miqtë e njëri tjetrit. Do kishin përfituar më shumë ata që janë mjedisin me qira, se gjithaj sipërfaqe. Se marr shteti më shumë lek se sa produkti që kanë sjellë ata ndrejtësi. Sikur garazh ta kishte vot do kishte fituar më shumë. Kanxha e di shumë më mirë, por veç kësaj. Raportet e saj që janë përbysur në procesin e rivlerësimit të vettingut. Kur ata kanë sjellë barë tesh borzi dhe na sjell tash. Tani njëra prej këtyre institucioneve mban përgjegjësi. Institucion ligjërisht dhe teorikisht i specializuar për të hetuar pasurinë e paligjshme, për ta kontrolluar dhe verifikuar, ose këta të vettingut që në gjykimin tim siç kanë parë, nuk kanë pasur ekspertizën e mjaftueshme dhe të duhur, por janë në minorancë krahasim me atë ekspertizë që ka LKBDI-a për të hetuar paran, si kanë përmbysur këta, pa e pasur edhe ekspertizën. Atëherë, pavarësisht përbërjes cilësore të njërit apo tjetër institucion, vjen tek rezultati. Kur rezultati i njërit institucion përmbys tjetrin, cili është përgjegjës? Njëri çalon aty. Tjetri njëri çalon. Njëri ja ka futur. Është logjike, po. Njëri është blerë, njëri është shitur, njëri nuk thotë të vërtetën. Dhe ky që nuk thotë të vërtetën ka shkelur ligjin, dhe ky që ka shkelur ligjin, cili do të qoftë i pari apo i dyti, është marrë në ndjekje penale? Se shkelja e ligjit do thotë që të hetohet me dikush. Një gjë nuk ka ndodhur në asnjë rast. Përmende Është mbyllur pothuajse procesi i vlerësimit.